Përpos rritjes së pensioneve nga janari do të rritet e paga minimale nga 40.000 lekë në 50.000 lekë ose në 500 euro për punonjësit që punojnë në shtet. Kryeministri Edi Rama nga ana tjetër tha se qeveria do të subvencionojë për 9 muaj 90 milion euro edhe për shtresën e kostës së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Po ashtu kreu qeverisë u shpreh se deri në fund të vitit 2029 pensionistët do marrin 1.7 miliard euro më shumë. Nga janari 2026 do të rritet e paga minimale por punonjësi që do të marrin 500 euro, që do të jetë e para për jo e vetme arritje këtij mandati. Paga minimale do arrijë në 700 euro. Qeveria do të subvencionojë për 9 muaj 90 milion euro edhe shtresën e kostës së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Pikës këtu ku jam dhe këta jemi ne, ato 83 mandate që na dhanë për të qeverisur Shqipërinë në mandatin e 4 dhe për ta ulur në tryezën e BE-sit të barabartë ndër të barabartëve janë 83 arsye më shumë se sa deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim edhe për të kthyer ju me të gjithë pasionin, vullnetin të gjithë atë që na dhatë një besim të jashtëzakonshëm që është privilegj i jashtëzakonshëm, u shpreh kryeministri Edi Rama.